Familjar të shumë të miq dhe të afërm, ditën e sotme i përcollën më të dashurit e tyre për kryerjen e haxhit. Në mesin e pelegrinëve të si vjetëm, ishte dhe Burim Shpejti, i cili përmes emocioneve tha se për të, dita e sotme është një udhëtim i veçantë. Pavarësisht që është sa ta herë që shkoj tani me rrotër çotë që shkojmë bashkë, po janë emocione që nuk mund të përshkruan, për shkak se është një udhëtim shumë i veçantë, vetëm ai që mund ta përjetoj mund t'rregoj. Pra, me të vërtetë kemi shumë emocione, po nuk mund t'i përshkruajmë. Kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren, Valon Ibrahimi, tha se të gjitha parapërgatitjet për organizimin e udhëtimit dhe qëndrimit të haxhilerëve janë bërë sipas planifikimeve dhe njoftoi se në mesin e 1576 personave të cilët do të nisen për në haxh nga Kosova, nga Prizreni janë 190, prej tyre 93 gra dhe 97 burra. Ne si Këshilli i Bashkisë Islame në Prizren dhe në tërësi si Bashkia Islame e Kosovës, tani më janë bërë parapërgatitjet e fundit për udhëtimin në këtë vend të shenjtë. Nga gjithë Kosova shkojnë 1576 persona, nga Prizreni udhtojnë në këtë vend të shenjtë 190 persona, nga ta 97 janë burra, 93 janë gra. Ne shpresojmë që të shkojnë edhe të vinë të kthehen në familjet e tyre shëndosh e mirë. Nga tani u urojmë, u bëm për hajër, pra këtë udhëtim dhash Zoti xhaleshanu të kthehen të pastër si loti nga i vendi i shenjtë. Ne emocionohemi së bashku me këta të cilat janë duke udhëtuar në këto vende të shenjta. Inshallah do Zoti shkojnë dhe vinë si është më mirë pra në plan familjeve të tyre. Ndryshe, kthimi i haxhilerëve nga vendet e shenjta Qabeja në Mekë dhe Medina të Arabisë Saudite bëhet në data 16, 17 dhe 18 qershor.